Përgjithsisht, dukuria e vrasjeve ka disa shkaktarë. Duke nisë prej atyre që mjetë kryesor në realizimin e këtyre krimeve janë armët, pra flasim për një numër të madh të armëve, duart të qytetarëve, të cilët janë jashtë kontrollit institucional, pra pa leje. Pastaj edhe çalimi i institucioneve të drejtësisë, sidomos gjykata, duke dështuar të trajtojë me kohë problemet dhe kontestet e qytetarëve. Qytetarët humbin durimin dhe marrin vetë gjyqësinë në dorë. Pastaj dukuria e vrasjeve është shënuar edhe si rezultat i krimeve të ndryshme, sidomos atyre të grabitjeve dhe vjedhjeve. Pastaj edhe hakmarrjes, siç e tham, konteste pronësore e kështu me radhë. Po duke identifiku vetë shkaktarët, do të thotë edhe pritet puna në drejtim të tyre, pra në parandalim, kryesisht me mbledhjen e armëve të cilat janë ilegale në dorë të qytetarëve. Pastaj punë më të madhe në brez kufitar, sepse armët zakonisht futen nga jashtë në Kosovë, pra luftimin e kontrabandës. Pos kësaj për ngritjen e efikasitetit e institucioneve shtetërore, për daljen në ndihmë dhe mbrojtje të qytetarëve, në mënyrë që qytetarët mos të marrin me gjyqësinë apo mos gjejnë arsye që vetë i zgjidhin problemet e tyre. Pastaj, nëse nisem nga mënyra se ku kryen dhe si, mendoj se edhe mbikëqyrja me anë të kamera apo elektronike më e madhe do të parandalonte sidomos dukuritë e kriminalitetit, grabitjet dhe vjedhjet, çka i bën që kryesit potencial të mos njihen komod në tentim apo në kryerje të krimeve të ndryshme. Po vetë fakti pra se kjo dukuri ka ngritë shqetësim në opinion dhe në gjithë neve, flet për një punë jo të duhur, jo të kënaqshme të institucioneve shtetërore, çka duhet të rishikuar secili, duke nisë nga përgjegjësia dhe kompetencat e autorizimit që i mbesh ligji, pra duke rishikuar secili se ku është problemi, për të ndërmarrë me kohë, me mjanu problemet dhe pengesat që paraqiten, dhe me kriju Kosovën një ambient të sigurt dhe të qetë për gjithë, për çka dhe proklamojnë edhe institucionet po me në mekanizma ndërkombëtar e që realiteti po flet e kundërtën. Pra këtu duhet përveç ndërmarrjes së masave edhe një lloj shikimit përgjegjësisë, qoftë edhe nga dorëheqjet e menaxhmentit të institucioneve të policisë apo institucioneve të drejtësisë kështu me radhë.